Se folin për atë kohë, a kish me mujtë me bë ma mirë, apo ma keq? Jo, as ma mirë, as ma keq, sepse ne duhet t'ju gëzohemi rezultatit në fund, fitores. Se ndoshta ma mirë apo ma keq, kish rezultu diçka halo ma keq. Kështu që nuk kthehet njeri në kohë. Jo, rasisht nuk kemi mundësi ta kthejmë kohën. Tani, e sotmja. Unë sa i përket veteranëve, ne si shtet, dhe më thonë, si qytetar, kem punu, thash pak ma herët se s'kem pas shtet, kem punu sa kem ditë. Jem të mësu për çdo ditë. Unë mendoj se veteranët nuk kërkojnë asnjë beneficion. Nuk i kam dëgju që kërkojnë beneficione. Veteranët mas shumë t'i brejnë ajo kur ju mohohet një drejt, cilën disa njerëz, dhe me thonë, mendojnë që e kanë të drejt. Një drejt. Së pari, me pas drejt në shkollim dështa, pak ma të lehtësum, edhe ata të i marë parasysh, dhe me thonë, disa kategori, veteranët e papunësume kam fjallën. Dhe me thonë, disa të drejta të thjeshta, por kjo, drejt tani ka pas tendenca dhe qëllime dhe plane për me u rregullu një ligj apo rregullore. Kanë bërë diçka, po nuk është mjaftueshëm. Ne nuk mujmë me kriju ligje ad hoc të momentit, vetëm se sot për na duhet diçka dhe me bon ligj. Jo, ne duhet mënyrë institucionale të arrim deri në nivelin, kem shembull plot, mos flasim, mos ta marrim shembull Amerikën, mujmë me marr Kroacin, mos ka qenë këtu në Ballkan, dhe e cila ka kriju ministri të luftëtarëve të vetë, dhe ministria ka kriju, do më thonë, ligje dhe regula për të gjithë. Dhe ata jetojnë, do më thonë, në bazë të atyre ligjeve dhe të gjithë e kam pranu. Kështu që, e thash fillim veteranë, gjithë kanë hasë në vështirësi, po vështirësit më të mëdha janë emocionale. Emocionale, kur dikush ndoshta me qëllim, apo pa qëllim, apo pa dioni, e lëndon një veteran. Kështu që, po prap, po du me ndërlidh me uniformën, se ma kam bërë një pyetje mu, prap, i njëjti person Gjeri Veller, që thash më ftoj, ishte këtu mas 2 mujve dhe më pyeti, tha, pse e ke bërë tani uniformën dhe pse e ke bërë përgjithësi? Thash, po, ndëgjo, si kem pas mundësi deri tani na, si shoqërimi, bo, tash i kena mundësi, besoj, dhe kështu që qaj ka qenë arsyetimi jem pse sot. Pa hinë në detaj tjera, pa arsye pse e këmë bo, thash, e këmë bo për të gjithë uniformë, vetëm për veteranë se këmë bo. Dhe pyt, si për veteranë, po ndëgjoni, thash, veteranët e din që kanë bo në luft. E din sakt, nuk ka nevoj në basë uniformët më identifikohu. Mirë po, qëllimi, ku një veteran e vesh një uniformë dhe del bukur dikon të rinjt, qëllimi i joni veteranëve është me qumë mesazhin të rinjt, me ngrit patriotizmin pozitiv, jo patriotizmin vetëm të luftës, mos të keq kuptomi, patriotizm e përgjithshëm e dashur venin, se nëse na të rinjt i motivojmë me qenë patriot me dashur venin, do t'jenë studenta më të mirë, do t'jenë sportista më të mirë, artista më të mirë, politikan më të mirë, biznesmena më të mirë. Gjitha. Kjo unë besoj që është detyra jonë e veteranëve, pavarësisht vështirësive në për cilat kalojnë veteranët, prap mesazhin me çutë të rinjt se ne jem në rregull, se ne kemi bërë lirinë për të rinjt. Nuk e pata me plan, por gjithsesi po e bëj pyetjen patjetër. Gjatë gjithë kohës po shoh fotografi dhe po të karakterizon kjo kapele. Ka një domethënie të veçantë? Kapela nuk